ambasador, ishte dalja e zotit Vučić në konferencën për mediat pas protestës për post faktit që tentoi të ulë numrin e pjesëmarrësve, tha kemi arritur, tha diçka të mirë pasi s'kishte viktima në këtë protestë. Po, sigurisht si çdo diktator kërkon që të justifikoj që ai ka qenë njeriu që ruan edhe kur shoqëria kërkon ndryshim, ai sigurisht merret nga incidentet që mund ndodhi, po jo nga vizioni se çfarë mund t'i sjelli ose t'i japi dorëheqje. Dhe kjo është karakteristike e këtyre njerëzve të cilët mbajnë pushtetin në një formë të pa justifikueshme edhe kur dëshira e opinionit publik është për ndryshim. Në fjalimin e tij, dua të them edhe një moment tjetër, ai atakoi edhe ambasadorin britanik, duke thënë dhe duke ju përgjigjur për gjitha pretendimet që britanikët kanë për rolin destabilizues të Serbisë, e cila po shtyn ndoshta për një destabilizim dhe ndarje të Bosnjë-Hercegovinës dhe prishjen e atij momentumit që vite më përpara komuniteti ndërkombëtar realizoi me marrëveshjen e Daytonit. Dihet që perëndimi për Daytonin është i unifikuar, kemi që nga deklaratën e sekretarit të shtetit kur ka mbajtur qendrim për Dodik, ashtu si dhe gjithë vendet e Europës, të cilët nuk kërkojnë jo vetëm të prishet kjo marrëveshje, jo vetëm të filloj diçka e re në Ballkanin Perëndimor, që sigurisht do të ketë nuancat e një destabilizimi për gjithë rajonin, por nga ana tjetër pa krijuar një vatër të re, kur dihet që Ukraina akoma nuk është përcaktuar pavarësisht përpjekjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës të realizojnë një zgjidhje paqësore atje. Dhe në këtë kuptim, dukej që Vučić ishte tepër i shqetësuar për angazhimin në një farë mënyre të vendeve të perëndimit, të cilët pavarësisht se deri tani e kanë trajtuar si një njeri i cili duhet të bënte pjesë në familjen perëndimore, në shumë raste kanë kritikuar edhe Kosovën për qëndrimet e saj parimore në mbështetje dhe ruajtjen e lirisë dhe pavarësisë së saj. Mund të marrë pjesë ambasador Serbia në linjë